Mirë mëngjesi, këta kanë flajt, unë hala jo, për lexoj mesazhet e disa nga juve. E çuditshme, si mundeni me menu që unë jam avokate e djallit, ose e Ilionës, si që thoni ju, duke gjykuar një lojë të saj e cila për mua ka qenë shumë korrekte, brenda kornizave të asaj loje. Nëse nesër bën veprime të pahishme dhe jo në përputhshmëri me atë çfarë kërkohet, natyrisht se unë do t'jem me para që do ta gjykoj. Ndoshta edhe shumë keq. Sa i përket shkurtës, ka ardhur shumë keq për të, shumë keq, sepse mendoj që aty brenda ka lojtarë që kanë shkel rregulla, kanë bërë veprime të këqija, por që jeni ju që me votat e juja mundeni me i ndëshku. Edhe unë dikur i kom pas dyshimet e mia për televotim, por tash duke qenë pjesë e këtij formati, edhe pse nuk jam pjesë e produksionit, jam thjesht opinioniste, po ju tregoj shumë sinqerisht se me ato që kam pa me televotimet janë shumë reale. Prandaj, ju që i pëlqeni ata njerëz që janë brenda aty dhe konsideroni që loja e tyre është e drejtë, votojeni, dhe mos e gjykoni të tjerët. Komentet për rrjetet sociale janë të pavlefshme. Vetëm me votën e juaj, ju e çoni përpara atë që ju doni.